На плоштадот Илирија во Тетово попладнево се одржа протест свикан од иницијативата Нула, со мотото протест против корупцијата која убива. Граѓаните преку транспаренти побараа правда и вистинска одговорност за случајот со пожарот во дискотеката во Кочани, за пожарот во модуларната болница во Тетово, за несреќата со автобусот Беса Транс во Бугарија, но и за несреќата на автобусот Дурмотурс. Тие на почетокот со едноминутно молчење оддадоа почит на жртвите од Кочани. Që për spitalin modular, prokuria për ndjekje të krimit dhe korupcionit, të nxjerr nga sirtari hetimin për shkaktarin e djegjes së spitalit modular dhe të ngritet aktakus për fajtorët kryesor në këtë rast. Kërkojmë krijimin e një ekipi të pavarur që do të hetojë të gjithë ata që kanë zvaritur këtë lënë qëllimisht. Për rastin në Koçan kërkojmë hetim të pavarur dhe përfshirje të ekspertëve të jashtëm. Për Laskarcën kërkojmë që gjykata e apelit të kthej lëndën në rigjykim dhe të i merr parasysh ankesat e prokurorisë publike. Për Besa Trans kërkojmë që gjykata penale të shqiptojë dënime më të larta për të akuzuarit aktual në këtë rast, pasi lënda është kryer në rigjykim. Përpos kësaj, kërkojmë që para drejtësisë të dalin të gjithë zyrtarët publik që aso kohë kanë lejuar që autobusi mbi 20 herë të kaloj kufirin e maqenisë së Veriut me certifikat të rreshme. Për fat të keq, nga tragjedia në tragjedi ne kemi vetëm një progres. Progresi vetëm është numri i viktimave i cili vazhdon dhe rritet. Gjithçka tjetër është regres. I panderuar kryeministër, nga hëna duket shumë qartë sepse ju po nxjerrni mllefin dhe egon tuaj politike ndaj kundërshtarëve tuaj dhe këtë e bëni për dy arsye. E para për të hequr faj nga ju dhe t'ja hedhni tyre. Pijes publikisht Venko Filipçën. Sa kushton jeta e vllaut dhe babait tim. Pijes publikisht Koço Angjushe. Sa miliona profit kushtojnë 14 familjarët tanë që u dogjen të gjallë. Zotri Mickovski. Ju dolet dhe premtuat që rastin do ta fillonin nga fillimi. Организаторите на протестот, односно иницијативата Нула, рекоа дека протестите ќе продолжат и следните денови.